Një zjarr i madh ka rënë në fshatin Tragjas mbrëmjen e së shtunës në një hapësirë me barishte dhe shkure në afërsitë në stacionit të Tragjasit. Vatra e zjarrit është ndihmuar nga era e fortë, duke përparuar me shpejtësi. Drejt vendit të ngjarjes janë nisur 3 automjete të zjarrfikses dhe 12 efektiv për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Situata është paraqitur për disa orë tepër e vështirë për shkak të erave të forta, ndërsa efektivët zjarrfikës, pas shumë minutash në luftë me flakët, kanë arritur t'i vendosin në kontroll, duke eliminuar rrezikun për përhapje të tyre. Ministri i Mbrojtjes, Piro Vëngu, ishte mbrëmjen e së shtunës në fshatin Tragjas për të ndjekur nga afër situatën e krijuar. Vëngu thot se është konstatuar se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Sipas ministrit Vëngu, flakët u vendosën në kontroll fal ndërhyrjes së skuadrave të emergjencave civile të Bashkisë së Vlorës. Sipas Vëngut, vatra aktive zjarri janë regjistruar edhe në Selenis. Piro Vëngu thekson se forcat zjarrfikse kanë qenë në gatishmëri të plotë për të parandaluar edhe reaktivizimin e flakëve për shkak të erës së fortë bregdetare. Mirëmbrëma të gjithëve, atëherë që jemi këtu pranë fshatit Tragjas, në fakt, në afërsi të kryqëzimit dhe të Orikumit, mbasi zjarrfiksive Vlorës janë njoftuar për një zjarrvënie që padyshim rrethana tregojnë që është e qëllimshme. Të gjitha skuadrat e emergjencave civile të Vlorës Bashkisë, por edhe të Pashalimanit janë angazhuar në një herë. Dua të falenderoj këtu të gjithë skuadrën e emergjencave civile zjarrfikse të Bashkisë Vlorë, të cilët gjatë gjithë ditës në mënyrë të përsëritur janë përgjigjur të gjitha emergjencave të kësaj natyre që kemi patur një ditë me erë të tepërt dhe kanë realizuar shuarje në kohë rekord qoftë në Bashkinë Selenit sot, qoftë edhe në Bashkinë e Vlorës. Fatmirësisht një front zjarri i cili duke sikur po rrezikonte disa banesa është parandaluar në kohë nga zjarrfiksu dhe jemi besoj në rrethana tashmë më të qeta, pavarësisht se skuadrat do vazhdojnë të angazhuara dhe të kenë rotacion gjatë gjithë natës në mënyrë që banorët të qëndrojnë të qetë dhe pronat e tyre të mbrohen dhe jetë njerëzisht të mos i vendosen në rrezik. Për momentin nuk janë evidentuar dëme në banesa apo në njerëz, vetëm në sipërfaqe dhe parcela me shkure kryesisht me shkure. Në fakt, nesër në mëngjes do bëhet evidentimi i plot edhe me ditë. Infrastruktura parsorë dhe kritike dhe sigurisht dhe në stacioni që ishte edhe meraku kryesor i skuadrave është jashtë rrezikut. Siç e thash, mbetemi vigjilent pasi do jetë një natë me erë dhe duhet kemi vigjilencë maksimale. Faleminderit. Faleminderit ju. Drejtuesi politik i Qarkut Vlorë për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, ishte prezent gjithashtu në fshatin Tragjas pas zjarrvënies në zonë. Në mbrëmjen e së shtunës, Leskaj ka qenë nga afër për të vlerësuar situatën e krijuar nga zjarri që ka përfshirë zonën. Sipas Bujar Leskajt, situata ka qenë tepër e vështirë. Nga Tragjasi, Leskaj gjithashtu u ndal edhe në kushtet e punës së zjarrfiksëve, duke theksuar vështirësitë me të cilat ata përballen çdo ditë për të mbrojtur jetën dhe pasurinë e qytetarëve, si dhe rëndësinë e furnizimit të vazhdueshëm me mjetet të nevojshme për të përballuar situata të tilla emergjente. Lajmi i mirë është që zjarri u vendos në kontroll, kjo fal përkushtimit të zjarrfikse dhe banorëve të zonës. Ato 10 ndërtesa që u rrezikuan, ai rrezik ka kaluar, por megjithatë kujdesi dhe vëmendja duhet të jetë në maksimum. Në fakt kur vin dhe shikon punën dhe përkushtimin qoftë të zjarrfiksëve, qoftë të banorëve të zonës, të vinë keq se sa dobët janë të pajisur zjarrfiksit tanë. Qoftë për sa u përket mjeteve motorike apo dhe vetë këto mjete, pra makinat zjarrfikse, lën shumë për të dëshiruar. Këto duan përkushtim në radh parë të organeve të ngarkuara me ligj, të organeve të specializuara, të ekipit të zjarrfiksëve, të ekipit të ndërhyrjes, të Ministrisë së Mbrojtjes. Fati mirë është që 10 banesa që ishin dhe si shtëpi pushimi këtu në Tragjas u shpëtuan nga flakët, nuk arritën flakët aty. Pas vendosjes në kontroll të flakëve, puna në territor ka vazhduar për gjatë natës dhe mëngjesit të kësaj të diele për shuarjen e vatrave aktive të zjarrit, të cilat
mund të përbëni rrezikshmëri për riaktivizim sërish.